Fjalët e Donald Trump në 3 ditë të fundit çojnë një drejtim. Drejtimi është ai 2 skenareve të mundshme, që e para është Irani dhe regjimi do kapitullojnë në tavolinë. Kjo është pjesa e bisedimeve, do ulen në bisedime do kapitullojnë, në kuptimin që do heqin programin bërthamor vet, bashkë programin balistik me shumë mundësi. Dhe skenari i dytë i mundshëm është ai ku Ajatollahu eliminohet dhe regjimi bie mbas një goditje të madhe të Shtetet Bashkuara dhe Izraelit. Unë nuk mendoj që ka asnjë skenar tjetër në këtë moment. Nuk mendoj që Shtetet Bashkuara do futen në luftë në kuptimin e luftës në Irak, le të themi, ose luftës në Afganistan. Në këtë situatë ushtarake në cilën ndodhet Irani me shumë mundësi pritet që amerikanët japin goditje përfundimtare dhe ideja është që Donald Trump tha që mbi të gjitha është siti bërthamor në Fordo, i cili me shumë mundësi nuk dëshirojnë të bombardojnë, por nëse iranianët mund ta shpërbëjnë ose ta shkatrojnë vetë ose një palë të shkatrojë vetë sitin bërthamor, do ishte skenari më i mirë i mundshëm. Kështu që në këtë situatë ku ndodhem, unë mendoj që për iranianët nuk ka shpëtim. Ndodhen një situatë ku ose do dorëzohen vetë, ose do detyrojnë dorëzohen, thuash nga ndërhyrja amerikane ose izraelite. Unë mendoj që në fund është shoh të vështirë që iranianët të dorëzohen në tavolinë, janë një popull në qytetërim të jashtëzakonshëm, nuk janë një popull që dorëzohen në tavolinë dhe mund të bëjë një gabim që bëri 5 ditë më parë Ajatollahu, ku mendoj që Izraeli nuk do godiste, mund të mendoj përsëri që amerikanët nuk do godasin. Kam përshtypjen që Donald Trump do japi goditjen e fundit përfundimtare, pra nuk do futet në luftë tërësisht, por goditja do jetë aq e fortë sa Irani do dorëzohet.